Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit Shenja, jemi këtu me emisionin Java Sportive. Këtë të hënë kemi zgjedhur mysafir vetëm kampionët. Në studio kam kampionët të Shkëndijës, nuk di nga cilit ja filloj të prezentoj, por do filloj nga mysafir ai nga që na vjen nga jashtë, mendoj nga Tirana, Klisman Cake. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Si jeni, si kaloni? Mirë, ju? Mirë, si kampion. Si kampion? Çfarë gjuhë e flet ti? Shqip, anglisht dhe gjuhën e kampionit. E di gjithë. Kush ta ka mësuar këtë? Këtë nga Konge Noizit. Nga Konge Noizit. Mysafiri tjetër është Anes Melici, një shkupian tjetër me një titull kampion të Shkëndijës. Mirëmbrëma, Enes dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Tjetri është një fytyrë shumë e njohur e medias, zëdhënësi i Shkëndijës, Faton Zylbari, por edhe i shtëpisë tonë, një mik. Faleminderit Aziz për ftesën, falenderoj që më plotësova ëndrrën time mysafir tek emisioni yt. To ishte dëshira juaj gjeni pjesë e emisionit tonë? Isha ëndër dhe në këtë moment jemi plotësuar se më realizove. Ky ka qenë kulmi, të shpallesh kampion me Shkëndijën dhe të jesh pjesë e emisionit tim? Jo, me Shkëndijën jam për herë 5. Unë isha kampion edhe vitin 2011 me Shkëndijën, domethënë jam i lumtur që jam pjesë. Po atëherë s'kam qenë unë që ti jesh në emision tek unë dhe po tash ndaj këtë me Shkëndijën. Unë më ke plotësuar ëndrrën të jem mysafir te ty. Pastaj ëndra të tjera po ke qenë edhe më herët. Mirë, tash ashtu e rregullove ti dhe sa të pres më sulmosh, mbrojtja më mirë është sulmi, kështu që është privilegj për mua të jesh në emisionin tim. Ti nuk e fare kohë se do të mirja çdo emision të jesh këtu për analiza, duke anashkaluar pa Shkëndijën se mos të mbash ashtu, por jam i dëshmuar në atë pikë. Unë kam qenë këtu, kjo është shtëpia ime, kam patur emision këtu dhe jam krenar për gjitha që kam kaluar dhe kam bërë këtu. Është nisur ky televizion ditën që ka nisur të del në pa, është nisur me emisionin që kam udhëhequr unë. Edhe deri ditën e fundit që është dashur të ndërpritet bashkëpunimi për arsye nuk kemi prishur ne, jemi për arsye të caktuara, sigurisht që emisioni ka qenë gjallë, kështu që kënaqësi gjithmonë, shaka të anësh, unë jam i lumtur të jem gjithmonë këtu dhe gjithmonë do të jem kur ju do mendoni se keni nevojë për të më patur. Para se me vazhduar me bisedën, të ndjekim një kronik të përgatitur nga gazetari Samir Sinami. Elita e futbollit vendor u listiparin të shtunën me ndeshjet e Xhiros së 33. Tifozët e zjarrt ballistët kishin organizuar një festë të jashtëzakonshme në Tetov për të përshëndetur kampionët, pavarësisht se ndeshja e fundit ndaj Sileksit u mbyll me humbje me rezultat 1-3. Sileksi shënoi 2 herë në pjesën e parë me Gjorgjievskin, ndërsa Shkëndija zbuti rezultatin në pjesën e dytë me një gol nga Fiton Ademi. Megjithatë, rezultati kishte pak rëndësi në një atmosferë të mbushur me fishek zjarr, flamuj dhe këngë që kremtonin një sezon dominues të Shkëndijës. Ndërkohë, sytë ishin drejtuar nga Manastiri dhe Strumica, ku përcaktohej fati skuadrave që luftonin për mbijetesë. Brera siguroi një fitore dramatike 3-2 ndaj Rabotničkit, duke i dhënë vetes edhe një vit në elitë. Në anën tjetër, Besa e Dobërdollit arriti një fitore të thellë 1-4 ndaj Pelisterit në transfert, por kjo nuk mjaftoi për të shpëtuar nga balotazhi. Tani Besa do të kërkojë qëndrimin në ligën e parë përmes një përballje me Bashkimin e Kumanovës. Ndërkohë, Arsimi të dielën shkroi historinë pasi siguroi një vend në elitën vendore për sezonin e ardhshëm në xhiron e fundit të ligës së dytë, teksa triumfoi ndaj Vardar Negotinës me rezultat 0-4 dhe e mbylli sezonin në pozitën e dytë në renditje me 65 pikë, po aq sa ka edhe kampionja Makedonia Gjorçe Petrov, e cila barazoi pa gola me Bellasicën. Rikthehemi në studio, Cake është ndjenja. Për mua është ere parë dhe jam mjaft i lumtur që pas 3 viteve me Shkëndijën Tetov arritëm bëhemi kampion. Ishte një trofej luftuar, por që në fund arritëm pa fitonin. Ishte shumë e vështirë gjatë këtij sezoni që të arrini deri te titulli kampion? Ka qenë paka shumë e vështirë, po mbi gjitha kena pas më shumë probleme veten. Rivali vetëm jon ka qenë vetja këtë sezon. Dhe në fund arritëm dalim, kjo është gjëja që i mbuloi gjitha. Anes, titulli edhe për ty është i pari që fiton në karrierën tënde, pikërisht me Shkëndijën, si është ndjenja?
Për mua, si lojtari më i ri në ekip, si një 19 vjeçar, dhe me thonë në ndër klubët më të mira në rajon, për mua është një privilegj shumë i madh, pikësparit të luaj për Shkëndijin dhe të përfaqësoj adres, Kuqezi. Dhe sa i përket titullit është një dinat janë papërshkrueshme, unë e kum prit edhe vjet, po ja që këtë vit ishte e shkrua për ta marrë titullin tim të parë në karrierë dhe jam shumë i lumtur. Dhe ishte një sezon me shumë, mund të them, me disa probleme, por gjithmonë kemi qenë në vend të parë, kështu që jam shumë i lumtur. Si kaloi festa e titullit? Fest kishte edhe kundërlojës me Rabotniçkin, është edhe bas lojës me Sileksin, fest shumë e madhe, një fest, do më thonë, një fest shumë e madhe në Tetov. Të tifozët ishin të pranishëm pasi. Po, dhe ishte një organizim shumë i mirë, Shkëndia nifet për këtë organizime. Të pëlqen zëri Fatonit kuli tret ashtu? Po, atë ka... Anes, Meliqi... Po, më pëlqen dhe më motivon shumë. Kuj si pëlqen, Aziz? Por ka dhe disa... Shif. Vulla hoja? Shko vajneve këto? E pas me arru me Vlanadilin. Se di ku sheftoj këtë. Qeli televizorin të shpija të nejt, kur është në emision këto, se e kam 2 minuta të shpija për këto. Pas që dhe në mareve, ne nga shok, ne nga kërpionë bashkë. Po 2 vejtë apo unë atë e për jamë. Kështë të vëmë? Më tha, kur më thiri, më tha... është fajtor të gërish Faton Zilbrau. Du shumë, ki pim po gratë se pim Tiranë, 2 minuta e kam shpija. Ti vera më kanë zaj që mu për ti që këna në Unë trening. mendoj përgjithësi du të me morë Fatonin. Ajna ka fot pejë. Jo, është aj, sepse kënë tha, mos jetë Shkupian, mos jetë, edhe pastaj e ka thirë edhe Anesin. Si ve, po ti dush më majtë me mu, këti më ki nga të mu. A i beson këtyre fjallëve që të Si Faton? besoj, një nga bashkë. Ma shumë këti beson se sa mua. Hajde se që mos bjere që kjo ardhë kotë, kur flasim për Shkëndin, për televizionin Shenja ka një dhërat, jepja Allah, Azizit, fa mos bje që kjo ardhë vetë. Ne nga shpije mave. Bëj një foto bashkë, Allah. A e një foto. A ta kapim kret një. Që që shtu? Kështu e bën kampionat, o Aziz Saidi. Faleminderit Mirlan që erdhe, pa pritë për këtë. Ju ndërpreva se ke shtëpi qajt e shpija, në shku prapë për qajt. Kjo ka reklama dhe të kjo që erdhe, do me thënë e shohin emisionin, e? Po, do e shohë, se janë të e pa dhe A kanë kur erdhe kafes, kafet emisioni, e? Po, është e pashtë, gjitha për qajt, Mos të pret poshtë me njerës. Ik pushoh vla, se të pret punë qempions. Aziz, Ishte një surprizë e këndshme me Vlanadili. keni Kjo gjërat të regon që edhe ne Shkupianët jemi pak nga kjo punë që dim të bëjmë surpriza befasi. Kushta gjë tjetër të keqe për Shkupianët? Nuk thash se that ju. Unë e thash se edhe ne dim. Na zboguroj, ja, kishim përgatitur si klub një fanell për emisionin tuaj, për redaksionin sportit. Publikisht për... Ja, i rahi se e bukur, erdhe pa eftuar, por i rahi se e bukur me Vlanit të dërzonte, gjithnjë shakatan është knaqësi për të ndarë një mirënjohje sa do pak të vogël për gjithë ju që ndani hapësirë dhe Shkëndijën e keni gjithmonë në Do tablet. vetet kujtim për titullin e Shkëndijës të fituar në vitin 2025. Është e pesta edhe natyrisht e bukur. Unë gjithmonë kam thënë, është do e famshme tash ajo pesë që kështu kemi ca fotografi. Unë them kështu, sa ka vlerë për të shtuar e pesta dhe që mungonte për disa vite për shkak shumë arsyeve, unë besoj fuqishëm që ky do të jetë titulli i parë nga shumë tjerë që pasojnë. Mendon që dhe thua që nuk do të ndalet Shkëndija me këtë titull? Jo, Shkëndija kur zë ndalet, pavarësisht jemi ne apo s'jemi, sepse është ndërtuar, është themeluar ky klub për mos të ndalur. Nuk po flas vetëm për trofet, por po shikosh historinë e Shkëndijës, nuk e gjen një tjetër si kjo. Ngjyrat, lufta nga sistemi atëhershëm në kohën kur po merrte jetë ideja për të patur një klub futbolli për shqiptarët e Tetovës që aso kohë ishin edhe të diskriminuar në çdo aspekt. Pastaj mënyra se si kemi ecur gjatë gjithë historisë
Kjo skuadër do të thënë ka diçka natyrisht respekt maksimal, tash nuk po flas kundër dikujt, po flas për meritat e Shkëndijës sepse ne gëzojmë çdo suksesi çdo skuadre shqiptare, jemi gëzuar kur Shkupi ishte kampion, jemi gëzuar kur Struga ishte kampione, jemi gëzuar me Arsimin, me bashkimin e Kumanovës, Renova mos harrojmë skuadra që kanë bërë sukses, Besa e Dobërdollit, Voska fatkeqësisht që u ndan, edhe mos i futem dikujt në hak, por Shkëndija brenda vetes, për ata që e njohin, ka diçka ndryshe dhe ne mund të jemi vetëm krenar që jemi pjesë e kësaj historie të bukur. Gjithsesi, mendoj që të gjithë shqiptarët krenohen me arritjet e Shkëndijës, si shohim edhe atë euforinë që ka ngjallur si në vend, po ashtu edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Aziz, nuk do të marr minutat sepse dua më shumë të flasin çunat, unë edhe ashtu jam bolli i ekspozuar në media, por ajo që duhet të them që vërtet është ndryshe, domethënë në momentin kur je brenda apo jo, kur Shkëndija triumfon, ti e sheh domethënë se si manifestohet edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Fakti që të them shumë sinqerisht ne nuk gjejmë kohë për t'ju përgjigjur ftesave nëpër emisione. Cakën e kam dalur që mos u ftoj drejt Tiranës Enkas për të qenë këtu dhe nesër në mëngjes do zoti edhe në televizion tjetër. Po le ta kuptoj me Vlan Adili arsyen, shif se pastaj erdhi i revoltuar pse nuk është i ftuar në emision. Ti ma kërkove. E bukur edhe i falenderojmë gjithë publikisht, duke nisur nga emisioni juaj, televizionin tuaj, por edhe gjithë tjerët që japin kaq jehon Kosovë, Shqipëri, sukseseve të Shkëndijës. Cake, cili është kundërshtari më i fortë që ju ka bërë më shumë presion këtë sezon? Vetvetja. Vetëm vetvetja. Asnjë se kena pas. Si Leksi nuk e ndjej presion që i kishit në pozitën e dytë? Drejtën asnjë nuk e kena ndjer si kundërshtar, jena marrë vetëm me lojat tona, jena mundu të fitojmë lojat tona dhe në momentin që kena arrit të fitojmë dhe lojën me Rabotničkin që na shpalli automatikisht kampion, aty mendom se krymë detyrën. Çka i mungon të Shkëndijës për të qenë pak më e fortë këtë sezon? Besoj se uniteti i grupit, Besart Ibrahimi ishte ajo qershia mbi tort, se tortën e kishim edhe vjet, po na mungonte qershia që na erdhi këtë vit dhe dolëm kampion në fund. Anes, mund të ndash në ndonjë ndeshje që ta veçosh nga ky sezon që ka qenë shumë më e fortë për ty? Për mua do kisha veçu ndeshjen, nuk mund të them më e fortë, por ndoshta ndeshja më interesante që kam luajtur unë ka qenë kundër Besës në Gostivar, një ndeshje shumë e zjarrt me shumë gola, domethënë 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 dhe në fund 3-2. Mendoj që aty ka qenë 4 ndeshje i fituam me radhë dhe aty e morëm një farë hovi shumë të mirë dhe ajo mendoj që ka qenë ndër ndeshjet më të zjarrta në kampionat që kam luajtur unë normalisht. Si lojtari i ri dhe i kyçur të Shkëndija të kanë ndihmuar përvoja e Klisman Cakës dhe me Vlan Adilit? Shikone, unë e Cakës e kam thonë edhe privatisht këtë dhe me thonë, unë ndihmë shumë i privilegjuar që kam një konkurrencë Klisman Cakë dhe me Vlan Adili, sepse dhe kjo më ka bërë që të luaj ma pak, por unë kam mësu shumë sejnë dhe me thonë si jashtë edhe brenda në fush si nga me Vlani edhe nga Cake, dhe kjo më bën më shumë përvoj, më bën më shumë përvoj kur shkoj në përfaqësuesit apo kur do shkoj në një ekip tjetër. Faton, kur folim për vështirësitë e Shkëndijës gjatë sezonit, ndoshta ashtu nuk dukej ashtu si ishte edhe pse ishit në vendin e parë gjatë gjithë kohës dhe kishit një dominim. Të shkoj pak zëri duke kërku fitore, gol, ajo ndeshja e fundit sigur kur u përmbyll me Rabotničkin dhe sigurua titullin, gjatë 90 minutave ishe me zë të ullët, pastaj përshkëllima e fundit e arbitrit të ngjalli pak reagime të mëdha. Ti po flet për mua apo për publikun? Për ty. Okay. Se publik nuk ishte ndeshje me Rabotničkin. Po flet për ndeshjen me Rabotničkin jo të fundit? Para fundit. Okej. Në momentin kur sigurua titullin kampion. Unë jam shumë i lidhur me skuadrën e Shkëndijës dhe e di që shiko, futbolli të harxhon emocionalisht, harxhon edhe psiqikisht, harxhon edhe fizikisht. Do të thënë jam shumë gjatë në futboll
Edhe ndonjëherë këta që ngacmon Reali Barcelona, i kam edhe unë jam tifoz i Barcelonës dhe i kam atë batutat e mia, por ja kam thënë këtë një nipit tim para ca ditësh. Me batute e kemi mbytur Buran në Mrullaj në këtë sezon në Real Madrid. Ka merito. E kam mbytur Barcelona Realin, nuk i kam bërë gjë. Unë vetëm ja kam përmendur atë që ka ndodhur. Jo, po ngacmoja një nip edhe një moment i them, ti vërtet mendon që çaj kokën unë për këtë çfarë do bëj Barcelona Reali? Më shikora. Aq gjatë jam futboll sa që i marr gjërat shkruar. Shiko, Aziz, ne u përballëm vitin e kaluar e humbëm titullin Tetov, titullin që u mendua që e fituam Shkup, raham Shkupin që ishte konkurrenti jon kryesor dhe Struga ishte e treta. Struga rrezikonte Evropën dhe në fund erdhi Tetov, fitoi 2-0 dhe doli kampion. Do thonë, është një përvojë këtë që tha Miliçi në raport me konkurrencën me Adilin dhe me Cakan, e bën vetëm më të fortë, sepse po luajte në një skuadër po s'ke konkurrencë ti si bën vetes gjë. Edhe ne po dole kampion pa konkurrencë dhe as gjëra kemi kaluar në jetë, as gjëra të kanë ikur nga duart kur i ke të sigurta, dhe kjo është pjesë aty emocionit që ti po ma përmend. Natyrisht pastaj është pjesë edhe e taktikës, moderimi, shpesh unë të kam thënë edhe ty, sepse unë edhe komentoj edhe ndeshjet e Shkëndijës në Shkëndija Channel, shumë shpesh njerëzit edhe i këtë kuptojnë, për shembull, komentojnë një ndeshje Shkupi Shkëndija. Jo, ishte, s'ke kuptoj, ma ishte diçka e mirë, them. Po jo, unë ta them këtë, Shkupi Shkëndija komentoj. Dhe natyrisht ty duhet shohësh që është logoja e Shkëndijës, unë komentoj Shkëndija Channel, dhe aty nuk do jap zor në momentin që shënon Shkupi, ti je duke komentuar për Shkëndijën, mund të jesh edhe ti në vendin tim. Dhe kur ju ka ca portale që i marrin ato gola dhe nxjerrim ka ndodhur një herë një gol Shkupit, hamon nuk ka shënuar skuadër serbe apo kuta diun, çfarë është ky komentatori për njërin. Shiko ku komentoj. Nëse do isha në televizion, do të jem nga të dyja. Nëse je te kanali i Shkupit, duhet të japësh zor të Shkupit. Kjo është, pastaj emocionet. Ti je brenda, duhet të jesh në kohë reale, të përcjellësh atë që ndodh dhe nga ana tjetër je edhe tifoz që dëshiron suksesin. Nga gjithë festa ishte një organizim perfekt i Shkëndijës nga ti, posaçërisht shkoi gjithçka në rregull që ndoshta ndër vite kemi pasur edhe kampion të ndryshëm e fitues të kupave, por nuk kam pasur një ashtu spektakli, mund të them, ose një organizim të tillë ku nuk shihet se kush e merr trofeun, ishte gjithçka në vijë, ishte e lodhshme kjo për të organizuar faton. Po. Se nuk është që e bëni për herë të parë, mendoj që e keni bërë edhe viteve tjera. Është përvojë, unë kam qenë organizator i eventeve dhe moderator edhe në vitin 2011, një moshë llogaritë një 11 vite më i ri se tani. Apo më shumë? 14 vite. Edhe sigurisht që pastaj gjatë sa me Vlanadilin, ndoshta mund të kesh qenë. Kam patur përvojë duke ndjekur kurse, seminare, gjëra të ndryshme edhe në nivel të lartë siç është UEFA dhe FIFA, dhe aty merr atë përvojën. Kam qenë në Globe Soccer Awards në Dubai në vitin 2015, është titulli i tretë prestigjos për nga vlera pas Ballon d'Or dhe FIFA The Best. Dhe të shkosh atje, të kesh kontakt direkt dhe mos marrësh, mos mësosh nga gjë, është kohë e humbur. Jam munduar gjithë këto të fus në të kaluarën në shërbim të federatës edhe të Shkëndijës edhe çdo klubi tjetër. Tash unë e them publikisht që gjithmonë kam qenë i hapur për bashkëpunim kur e ka patur nevoja, më kanë shfrytzuar në aspekt këshillave apo ndihmës edhe klubet tjera tona, edhe nga Kosova dhe Shqipëria, kështu që jam i lumtur që jam pjesë, por mos e zgjatur shumë. Mund të falenderoj ty për komplimentet dhe që të zhdukur bukur. U munduam ta bëjmë sa më mirë dhe për këtë nuk është merita ime, është merita e një grupi të tërë që ka qëndruar bashkë me mua. Dritan Musliu, drejtori operativ në skuadrën e Shkëndijës, nuk harroj ekipin tim medial Fadil Jenuzi, Faruk Osmani, pjesa e administratës Erbliri, Luma, Mesur Kadria, edhe mos harroj dikën tjetër, patëm pjesa e sigurimit dhe gjithë tjerë, ishin një armatë të tërë që ishin venduar pas një plani që ishte përpiluar dhe unë mendoj që 80% e realizuam. Tash duke përmendur Farukun më kujtua një që thonte Faruku duke bërë fotën qeshni ore se jemi bërë kampion. Ka qenë shumë e bukur sepse Faruku është djali i qetë dhe ky me Vlani që ishte edhe ky nuk vënohet. Janë çuna me ato batutat e veta, vetëm japin me shumë shpirt skuadrës së Shkëndijës. Ne po ishim organizuar një fotografi përbashkët, foto ekipore e skuadrës para ca ditëve. Edhe një moment Faruki është i heshtur. Bën vaki, unë i marr prononcim Cakës, ai më thot mua nga këtu thot i thua Cakës të mandej
i thëmë, po të kuptoni, është i qetë, është Faruki nuk fletë. Dhe një moment shikon të këta shumë serios, djeli ajo blici i dritë, po ju bëjnë të nësy, Faruku me të zërin e vetë për janë, u thonë të qeshtni se keni fitu, jeni kampion. Po e thonë të matë, një ditë kur kishim atë pastaj një organizim tjetër, me Vlana Dili, po emiton dhe po aqë mirë, e bëndë dhe qetë. U dëshkri, qeshtni se keni fitu. Se keni dalë kampion. Cake, si të duk të festa jashtë asaj, pas i kaloj një ditë duke i parë fotografit, videot, festa jote me Puro, që ishte e veçantë. Festa e famshme që u bë. Purën e kisha përësit nga Tirana, me thëmë Enkas për atë feste, kur kam baru loja, gjë pari kam dëmë vlajt dresin, i kam marrë purën, e kam dezë. Ishte inviti lodhshëm dhe meritoshin. Pa knajsi. Festa ishte perfekt, s'kishim qarë komentoshin, plus gjithë lejtarët kishin familjarët aty që i pëshin shije tjetër. Pasi ne lejtarët që nuk jena nga këtu, nuk i kena të zhëndeshje, sepse larkësia gjitha, dik ishin gjithë familjarët. Ishte perfekt qëtë gjë. Anes, për ty, e ngacmoj pak Caken me Purën që dilte në për stadion duke për gjiro? Në gjante si Carlo Ancelotti. Po, mundon të ta përqesht Zlatan Ibrahimovic, por nuk i shkon të as pak me të ndrejt. Por Klisman Cake ka luajtur shumë këtë sezon dhe e meriton një Purën bas asaj fejste me të vërtej. Por ish një fest shumë perfekt, ish një natë e pa rushme për mu, dhe besoj që atë natë dhe mbaj men në gjithë karriere. Kur jemi të festa, unë mendova kur pash Purën me Puro Klisman Cake, mendova që nuk do ketë dë një fest ma vështore, por zëvënsi nuk le një gjë të tillë, pasi ka bërë diçka shumë më ndryshe se të tjerët, kanë kap mediat një video të Faton Zylbearit, nëse mund ta kemi regjia, kërkoj Fatonin gjatë festës titullit kampion. S'pas ke kap gjë, si duket. E ka pëshin Fatoni para se ty. Ja, pra. Shifni me këtë kostumin e ngjyrë jeshile, është romantik, dhe ka kapur Ki moment ju ka ikur të gjithve, si duke, ju nuk e keni pa. Unë e kam pa. E ke pa? Mos më shpëtoj kjo. Mos jetë tje që ke registru. Shiko, Aziz, mund ta komentoj? Më lejohet? Sigurisht. Ç'ishte kjo për Faton? Më emocionove, tash më dolën ca pika djertë. Shiko, unë dua të jem promotor i familjes. Do isha futur, kohë e fundit jemi dëshmitar të dhunës në familje ndaj gruas në Kosovë, më shumë ka ndodhur edhe vrasje, dhe sinqerisht për mua nuk ka institucion, nuk ka gjë në botë që mund të jetë e suksesshme nëse zanafillën fillimi nuk e ka tek familja. Prandaj gjithmonë them që secili prej nesh duhet promovoj ashtu siç kishin këta beqarët, nënat, baballarët, edhe të tjerët, edhe nusët. Nusja ime nuk dëshiron të eksponohet me fëmijët. Ishin aty dhe unë doja një fotografi të përbashkët. Po nisem nga doli kjo video. Doja një fotografi të përbashkët sepse jam fotografuar në vitin 2011 me trofeun dhe shumë të ri atëherë me bashkëshortën dhe nuk e kam marrë atë fotografi asnjëherë. Ke qenë atëherë i martuar, po? Me të njëjtën grua, me njëherë jam martu. Njëherë jam martu, unë edhe do zoti sa të jem gjallë, isha martu edhe njëherë me të njëjtën grua, sepse kam ca gjëra tjera në aspekt organizimit tash. Jo, doja, Aziz, të punosh në futboll, posaçërisht në Shkëndi, të merr shumë energji, shumë mungesa në shtëpi, edhe kur je në shtëpi ndonjëherë nuk je. Ka 3 ditë që ka përfunduar ftesa, unë akoma nuk jam ulur të ndaj një fotografi që ta postoj. Dhe doja një fotografi me familjen, duke qenë që çunat po festonin, nuse jemi insistonte që nuk futëm në terren, merri fëmijët edhe kryej. Unë doja vëlla sepse ata janë përkrasit më të mirë, këtë që jam sot, pa mbështetjen e familjes. Dhe shfrytëzoni mikrofonin zyrtar të Shkëndijës për të ftuar nusën në stadion. Shumë romantike. Aziz, unë nëse ti do kishe një situatë, unë edhe për ty e kisha bërë.
Po, ta kësha organizu një fejes aty, tash mos i kesh këto gjërat, edhe për Cakën edhe për tjerët. Dhe ndodhi si ndodhi, unë ju falenderoj juve, aty ishin edhe kolegët nga Kosova që kapët atë moment, di që e kam parë edhe Cakën aty, duke ditur ata që po ofrohet bashkëshortja, menduan që do të turprohem, i nxorën telefonat po inqizojnë, nuk e dija që do lëshosh në mënyrë publike, por sigurisht është kënaqësi dhe unë jam i lumtur që familje Skuqezi, ju bashkua dhe familja ime dhe që e kemi atë fotografi. Më në fund, atë që se kisha vitin 2011, e kam tani dhe së shpeti edhe do dalë në dritë dhe do publikohet. Të falenderoj ty. Le që ke fotografi, ke edhe video. Nuk e di a bëni foto ju, apo fotografoni, sepse më kanë mbritë ca foto. Tash seriozisht po mendoj që në base edhe Cake do këtë tjenë aty përzirë, por gjithsesi unë nuk shehem. Dhe ja, edhe këtë moment u emocionova pak, po e përjetoj si diçka të bukur, sepse po festojmë. Kur fiton, Cake e tha, sa bukur që nga, sa lezet që nga ti është kampion, edhe flokët ati, atë nga... Zlatan Ibrahimović. Jo. Që kishe mora të flokët e mdhaja që i futen në Kabebi. edhe flokët, i ngjante edhe ajo i ngjante. A duket kopje ajo e kapi Nurmagomedovit pasi ai që bëri surprizën e pa të bërë edhe më herët me atë kapelen në stërvitje si duket. Po. Shif, Cake është një djalë që tash do të flas duke qenë këtu, por gjithmonë... Po i pëlqejnë gjërat që bën me Vlan Ardili, duhet pa. Janë çuna, ka nevojë ekipi për djemë si këta. Nuk po flas për pjesën e cilësisë si futbollist, sepse tjetër kush i vlerëson dhe i zgjedh aty, por gjithmonë në Shkëndi. Po, Shkëndia, shikoj edhe kur kërkon përforcime Shkëndia, në qoftë se i pëlqen një lojtar i caktuar në aspekt të cilësisë që po jep në fushën e lojës, sigurisht që parametri i dytë që shikohet, vlerat njerëzore, shpirti ekipor dhe gjithë ajo që mund t'japin për grupin. Cake me Vlani dhe çunat tjerë vërtet janë shembull se si ngritet dhe jo rastësisht ne jemi kampion këtë vit. Jo vetëm për atë që bën fush, por edhe jashtë fushës. Cake, titulli mbaroi, vera ju pret me ndeshjet evropiane, filloni nga Champions Liga, eliminatorët, si është objektivi për këtë verë? Objektivi Shkëndijës normalisht do jetë kapi grupet e mos Europa Ligës, Konferenca Ligës. Besoj se Shkëndia tani ka ardhur koha të bëhet ajo Shkëndia. Se jo Champions League, më falë që më të përre. Varet ku bit. Besoj se ka ardhur ajo koha të bëhet Shkëndia Europiane, me Cake, pa Cake, kushdo që të jetë, besoj ka ardhur koha të bëhet Shkëndia Europiane. Enes, do të luani në eliminatorët e Champions League, është një ndjenjë shumë më tjetër, ndoshta përfaqëson vendin në këtë kompeticion. Pikës pari, pas që fitum titullin, ta shkojmë në pushime me kokën e pastër, do me thonë me një objektiv rahat që thu dhe ti, me një objektiv që kena kry, do me thonë prej fillimit sezonit. Kur Cake të shkoj në pushim, unë kam me përfaqësuese, kështu që ne kam 2-3 ditë pushim dhe duhet të shkoj me përfaqësuesit e Uniseni dhe këtu është dallimi, do me thonë. Se kush punon më shumë? Po, se kush punon më shumë. Kurse sa i përket kompeticionet evropiane. Do të qej foto nga pushimi. Të knaqe edhe ti. Okej, kurse sa i përket kompeticionet evropiane, pikëspari, unë them ti fillojnë përgatitjet në mënyrë sa më të mirë dhe pa lëndime. Kjo është më e rëndësishme. Dhe të kalojmë sa më mirë dhe t'i prekim grupet, pse jo. Është koha, mendon që Shkëndia t'i kap grupet e njerëz prej kompeticioneve evropiane? Po, shiko, pasi shumë herë ka qenë shumë afër dhe nuk e ka arritur një gjë të tillë. Po, shiko, duke i shiku lojtarët në ekip, do me thonë lojtarët shumë kvalitet, shumë cilësot, si Adili, si Cake, si Ibrahimi, si Latifje, Shala, mos i përmeni gjithë me radhë, besoj që Shkëndia meriton bile më spaku me hinë grupën Conference League. Shpresojmë të arri, faton. Është koha që Shkëndia të bëja të hapin e malë që i mungon që sa kohë për diçka të madhe në Evropë. Kohën nuk e përcaktojmë dot ne, a duam, po, kemi patur qef, ka kohë që kemi patur qef, tash mos merremi me atë nëse do ish kështu, do ishte ashtu, por sikur të ish Conference Liga më herët Shkëndia tash më do kish 3 herë grupe, sepse 3 herë rresht luajtëm në play-off të UEFA Europa League.
Por tash ajo gjë ka kaluar, unë uroj që çunat pushojnë mirë, të zhvillojmë një fazë përgatitore sa më cilësore, më pas me pak fat në short. Kujtoj që kemi humbur atë statusin e favoritit në ato dy grupet që ndahen skuadrat që do marrin pjesë nga faza fillestare e eliminatorëve të Champions League, sepse kemi patur rezultate jo të mira vitet e fundit. Do të thonë çdo sukses, çdo pikë, çdo gol të shërben edhe për të ardhmen. Ne këtu kemi çaluar fatkeqësisht këto vitet që i lëm pas, por tani këtë sezon jeni në grupet e jo favoritëve. Jo favoritëve. Duhet të shikojmë përpara, por nuk do të thotë që është e pamundur, ka skuadra shumë të forta, ka skuadra që base mund të bardhemi me një short mirë, besoj që do provojmë të kalojmë turin e parë në Champions League. Po kaluam këtë, do të thotë që humbi të gjitha në vazhdim të jenë në play-off të Conference League. Nuk do jemi ne që të pafat që të humbim gjithçka. Besoj që ti marrim gjërat avash. Natyrisht që kryesia është duke punuar edhe në drejtim të kompletimit apo përforcimit të skuadrës, nga ajo që është duke punuar, unë kam bindjen që Shkëndija do të jetë më fort se sa kjo Shkëndijë që doli kampion. Dhe në sajt kësaj, pasaj duke parë, duke bërë gjithmonë do të fati, momentin, ndonjëherë kush e mendoj që një Liverpool këtë vit me atë superioritet në fazën e grupeve, në këtë formatin e ri të Champions League-s, do të eliminohej, kush e mendoj më pas një Barcelonë që doli aq lart dhe që i bëri 6 gola Interit, por pranoj 7 do dilte jashtë, janë gjëra që edhe nga momenti varen, por besoj që Shkëndija do provojë më të mirën, pastaj deri ku do arrijmë, është koha apo jo, ajo s'është në duart tona. Është handicap kjo faton që sa vite me radhë kur luani në Evropë, udhtoni drejt Shkuprit dhe jo në stadiumin e Tetovës. Po, është një handicap që besoj që në një afat kohor, ndoshta prej 3-4 vitesh edhe do të përfundoj më në fund, për herë të parë do hapi radha si Shkëndijës, si kësaj Shkëndijë do të jetë që Europën ta sjellë në Tetov, por kanë nisur punimet në stadiumin e qytetit, është duke punuar në të tribunën ballore përballë asaj kryesorës. Besoj që gjërat ecin si duhet dhe në Tetov kemi futboll evropian, ndeshje europiane dhe po, është një handicap sepse është udhtimi, shumë gjëra këtu në vendin tonë dhe na penalizojnë, por duhet të përballemi me këtë që kemi dhe ecim përpara. Cake që nga 2019, nëse nuk gaboj në kampionatin vendor, fillimisht njerë me Strugën, pastaj me Shkëndijën je adaptuar disi pak me kampionatin vendor? Po, tash jam bërë si lojtar vendas, me thënë drejtën. Vetëm pasaporta të mungo. Po, edhe pasaportën ta marrë dhe pastaj s'është problem. Kampionatin e njoh mirë, gjithçka e njoh mirë, plus edhe në Tetov jam ambientu mirë. Dy aventura ndryshme, më mirë të Struga apo të Shkëndija? Kësë mund të dhejtë e dyja klubet kam kalu shumë mirë, me thënë drejten, asnjë nuk do të jetë poshtë, edhe të Struga më ka respektu shumë, kam kalu shumë mirë, po të Shkëndija sidomos, edhe kam kalu shumë mirë. Shkëndija ka disa pluset e veta në krahasi me Strugën, gjithë i dim është klub më i madh, tifozëria plus media e kam të zhvilluar. E thua këtë se jam këtu apo? Ti e di që ta kam thënë dhe kur s'kena qenë në emision. Edhe kur s'ke qenë Shkëndijë? Edhe kur s'kam qenë Shkëndijë. Shkëndija është diçka tjetër, pavarësisht edhe Struga ka bërë mirë. Ju urojmë sukses edhe atyre, por Shkëndija është diçka tjetër. Për këtë pjesë merr një deklaratë me Vlana Dilit dhe jo okay. Për cilën pjesë? Këtë që pyete për si është jesh kampion me Shkëndijën. Vazhdo me liçin. Anesi e fatë vetën që është shumë djetë mirë dhe nuk asi, po si është akomodu me Shkëndijën nga Shkupi, çdo ditë udhëtime drejt Tetovës, si të kanë prit? Shiko, Tetov? Unë jam produkt i akademisë, do me thonë, unë jam Tetov prej moshës 15 vjeçare, dhe me thonë drejtë, ma nuk dihem... Si i hu, ose si i shkup. Si shkup janë, se ca kem bëjë shumë presion, kupton? Nuk du të thonë që dihem Tetova, po dihem si gjysë Tetovar, si gjysë shkup janë, se janë prej moshës 15 vjeçare, dhe me thonë atje kam fillu akademinë dhe sukseset e mia, do me thonë, kanë merit edhe ato trenerat e akademisë, sidomos drejtori i akademisë ashtu koordinatori Festim Ademi dhe Ran Selimi, që jam unë në shkaku, ata janë shkaku që unë jam Shkëndi, do me thonë, për mu Tetova më kanë mi prit shumë mirë, dhe aty kam një banes, aty jetoj. Nuk kupton çdo ditë? Udhtoj, do me thonë, kur kam deshe 2 ditë para lojës, ose të me vështërsi me Vlan Adilin? Po, bashkë me Adilin, aty kemi banes, kemi vendin edhe ku hajmë, po do me thonë, dim shumë mirë, do me thonë në Tetov, Tetovarët njifën si mikprica,
Dhe sa i përket Shkëndia që shumë ka prit, do me thanë 2 vjetë kam qëndru në akademi, pastaj moshën 17 vjeçare më kanë morë në ekipar, bazë 6 muajve mu ka bo kontrata profesionale dhe jam shumë i lumtur dhe besoj që tjetëri sezonit që vjen, pse jo mos ta dëshmoj më shumë vetëm më shumë minuta. Me cilin je më i afër nga ekipi? Shiko, unë shok, shto për thejme. Du të jem shumë i sinqert, po Adilin në thej, ditë për ditë, me thëmë për stërvitje. Këtë si detyrim, do e kesh deshte. Po, kurse me krejti kam shumë shok të mirë. Na shikon, ka shku në shtëpi pi çaj dhe na shikon, prandaj e bën. Po ta shtoj të kundërtën kjo, prapë do vi. Igo vlla mos na sill prapë. Mos ta sjell probleme. Do të thonë, pak më speciale kam me Vlan Adilin, por edhe Cake që shtu, jo pse është këtu, por me të vërtetë kam shumë shok të mirë. Si Besat Ibrahimi Silvirit Doni, do më thonë, më sta arrej edhe ma mirin atë jam cimer në të tova mirë në hi, kështë që me gjitha që shumë hi. Ti e pyete nëse Milici ndjehet si gjysë të tovar, Cake ndjehet gjysë Reqicali. Ska të rëmë të tofë. Reqicali plot, ashtë. Ki nuk rinë të tofë, është kohën e lirë, gjithë kohën, shokët, miqti ka nga është një... Tashmë është ajo është fshatë, po mund ta quajmë një pjesë e ngjytur e Tetovës, por tamam një lagje e Tetovës, por Caken kur ka telefoni, s'ka val, kërkoje... Në Reqic, do me thonë e kia. O futu në këto lojra që i luajnë Makthi 05, Makfinatës 05, o kërkojnë në Reqicat e me miqët aty është. Cake, janë të vërteta këto apojimet që fliten rreth te? Aziz, çan këto pyetje më? Kur kam fol gjëra pa vërtetë? Thjesht po marr persone? Gjithë shoqërinë kam Reqic, biles disa edhe dhe story vitamin Reqice. Tamam përket mua edhe kohën tjetër kanë terë. Nuk thotë Reqic, po Reqic. Nuk thotë Reqic, po thotë Reqic. E shumë si ka kja. Po pse me shë? Po nuk Ashtu është ja ka përdoson në emri. Dhe Makfinatës. Makfinatës, po. Makfinatës. Emri kanë terë. Do vazhdosh në Shkëndi? Të dhe shafim. A nuk guxon të flasësh para zëvendësit? Jo, s'ka lidhje me zëvendësit, do fal me kryesin, mbi gjitha çfarë do vendimi të marr, do ecë Shkëndia që do e di e para. Ose do vazhdoj me Shkëndi, ose jo, ose në klub tjetër Shkëndia do e di e para. Njeri do lutet të largohesh. Do bëj gabim të rënd. Do bëj gabim të rënd. Besoj do të mësoj edhe pak. Ta them një gjë. Urna. Edhe ai do bëj gabim nëse lutet që Cake tik për të luajtur ai, sepse ai duhet të lutet Cake të qëndrojë dhe t'ia zë vendin, sepse kështu bën mirë. Edhe e dyta, edhe ky besoj që gabon nëse largohet, sepse më mirë se aty s'do gjej kund. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Pyetja e radhës pasi e kemi edhe bërë surprizën me Vlan Adili dhe jemi duke përmendur gjatë gjithë kohës. Ishte një deklarat faton e ti para ndeshjes me Sileksi, ku mes tjerash thot nëse i troket vllaut, ose ta hap derën, ose ti qel syt. Çfarë kishte me këtë deklarat, çfarë kishte të bënte? E kisha ndërmend ta pyes Caken, po mos ta ngushtoj, po ndoshta do të do të tregoj vizionin e tij. S'po kushtoj. Unë mendoj tamam tash do jem maksimalisht Pasitoni profesionist. nga Shkëndia Channel, nga Po, mirë. kanale zyrtare, Shkëndia nuk- ishte një deklaratë e fuqishme dhe që u komentua shumë para asaj ndeshje. Do jem maksimalisht profesionist këtu dhe këtë pyetje sigurisht që edhe po dua bëje nuk do të lej pa tu përzier në emision, po i heqim batutat ku jap leje vetes të përzihem, por nuk ka këtu të bëj as Cake as me Liçi, bile as unë. Për këtë duhet i drejtohesh direkt me Vlan Adilit, por besoj që të gjithë e kanë kuptuar. Si nuk e pyet ata, E bukura e asaj, besoj që do të vazhdonte sepse ai e tha për ta mbyllur me aq, dhe aty nuk është as spec djeks për dikënd, as nuk është shigjet për askënd, thjesht djali dhe ne ndjehemi krenar me këtë. Unë personalisht mendoj shumë gjëra, kam shumë plane në lidhje me Shkëndijën, do Zoti të kem shëndet edhe jetë për të realizuar dhe jo vetëm ajo deklarat, por gjithë kjo që ka po ndodh, besoj që do të futet në pjesën e asaj që quhet krenari dhe që Shkëndia është ndryshe nga të tjerët. E tha që ishte një titull bio dhe ka shumë kuptim kjo, sigurisht respekt maksimal nga skuadra vendit dytë, se të parin jemi ne, dhe të gjithë ata që edhe nuk luajnë, edhe gjithë rivalet, por Shkëndia, mire tha Cake më herët, edhe jo vetëm këtë vit, edhe vitet tjera, ka vetëm një kundërshtar dhe është vetja.
të bëri gaboj arbitri, të bëri mikpritje të keqe një skuadër tjetër, kjo s'ka rëndësi. Nëse ti nuk e menaxhon gjërat, dhe nëse ti pret ndihmën e dikujt, nëse ti pret që ky rezultat do del ashtu kjo, atëherë historia e Shkëndijës nuk ka të bëjë me gjëra të këtilla. Dhe po të nisi ti radhis, kam shumë fakte që janë edhe të dokumentuara, prandaj ne jemi krenar për këtë dhe do zoti që çdo skuadër të mendojë si Shkëndija, do kemi një kampionat më të fortë dhe do kemi skuadra që nuk është e thënë del Shkëndija kampion, skuadra që do dalë kampion në kushte siç lufton Shkëndija, besoj që do ja sheh hajrin vetes edhe në Kupat e Evropës. Mendon që sezoni i ardhshëm do të jetë më i fortë në aspekt të ligës së parë? Edhe ky vit u mendova të jetë i fortë sepse kujtoj pavarësisht si shkuan gjërat, në sezonin e nisëm me një gostivar që kishte një buxhet më të madh se gjithë tjerët. Shkëndija ka vendosur një standard ku nuk do të kalohen disa gjëra sepse ka keqpërdorime në aspekt të ofertave që po bëhet. Unë ju bind që për ca vite edhe në Kosovë gjithë ajo që ofrohet futbollistëve, jo që s'meritojnë, këta meritojnë më të mirën dhe shumë më shumë, por disa standarde janë thyer, nuk ka logjik dikush të merr në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri lek më shumë se si dikush që merr në Bundesligën e dytë gjermane. Kështu që kishte një gostivar me rroga paga marramendse që Shkëndija nuk e kishte ndërmend të futet në garë me diçka të tillë. Kujtoj që jo zyrtarisht e din ka patur rrokë edhe 30.000 euro te gostivari, por vetë pam se si përfundoi dhe për këtë më vjen keq sepse gostivari, çunat dhe gjithë djemt që luanin meritonin ta mbyllin të paktën sezonin dhe u mendua që gostivari do jetë konkurrenti kryesor i Shkëndijës. Eci mirë befasisht Rabotniçki dhe Sileksi që në gjysmë sezon ishin në pikë të barabarta me Shkëndijën dhe 2 pikë vonohesh te gostivari. Më pas ne në pranverë që ishim më të mobilizuar dhe duke kaluar koha, duke u shkputur nga tjerët dhe më në fund me plot merit 2 xhiro para fundit fituam titullin kampion. Uroj që sezoni i ardhshëm të jetë gjithashtu sepse e dua një Shkëndijë kampione me konkurrencë të fortë, sepse vetëm ashtu do të jemi aty ku kemi qenë të kaluarën duke trokitur në dyert e grupeve, kësaj radhe ndryshimi vetëm. Pasi kishim një kampionat më të fortë. Po shiko, të tërheqaj rival të fortë. Edhe unë bëhem më i mirë duke patur kështu gazetar si puna jote. Po? 100%. Si mos të kesh? Si jam rahat, sepse ti e din të gjatë kam qenë unë në 2 vite më parë. Tashi, nuk ka qëtësi, ca ke shiko. Ti e moderatori, unë jam mysafiri tashi. Shif ai e shef Anesin tash. Kur thua Anesi po të më fort. Pse jo? Nëse nuk mendon një konferencë më të fortë. E kena diamantin e klubit Anesin. Është një lojtar mjaft. Anesi nëse s'mendon ashtu, duhet ta lë futbollin. Apo ma ban qefin, apo vetëm se E di s'ka bëj qefin, nuk vetë sulmoj, po tash po them realitetin. Se ju të rinjve s'duhet t'ja për qefin. Ca ke, kishte ndonjë bonus, ndonjë premio, mos e shiko Fatonin nga pronari Gazim Pestani? Premio dihen ato që janë kontratë, për ato nuk na lejohet të flasim për emisione, gjithçka ngelet e Shkëndija. Sa bukur i ke. Shumë mirë ka ikë pyetjes. Jo, nuk i ka ikë pyetje, u përgjigje. U përgjigj, po. Anes, tregoti pasi se ky shumë mirë e kanë dëgjuar Fatone se çfarë i ka thënë. Unë mendoj titulli kampion nuk e bon nuk ka knatësi më të madhe, domethënë sa do pare që ipen, sa do lek, prap nuk kënaq më shumë se sa trofeju titullit kampion. Kështu që nuk jam me rëndësi shumë pare, më rëndësi është që e kam fitu titullin kampion dhe kjo më shkruhet në CV. Është deklarat më e fuqishme, ca ke. Rinia tash. Më pëlqen. Pëlqen çdo aspekt. Debutues është në një emision sportiv televiziv dhe më pëlqen, e përgëzoj. Faleminderit, mos më ndani mësysh. Po bëja vash mashallah. Anes, ku është të ardhmen tënde? Karriera në vim, jeni edhe reprezentues, keni qenë U18, U19, U21, tash me Shkëndijën kampion. Çdo vit po ngriteni. Shumë pyetje e mirë, unë kam kontratë në Shkëndijë, kam kontratë afatgjate dhe deri sa të vend ndonjë ofertë, diçka të mirë për mua dhe për familjen time, po ashtu edhe për Shkëndijën, sepse Shkëndija ka bëu shumë për mua, dhe prej çdo oferte që vend duhet të fitoj edhe Shkëndija normalisht. Jam në pritje, por momentalisht jam tek Shkëndija dhe jam i fokusuar tek klubi Shkëndijës. Ca ke? E mbyllë me Shkëndijën, titulli kampion, Champions, karrierën tënde nuk tregon se çfarë do të bësh në të ardhmen. Kemi një finale të kupës,
ku aty u eliminuat ju nga Struga tash luan me Vardarin këtë të mërkur, si e shehish skuadrën tënde dhe këtë finale? Shpresoj të fitoj, do isha shumë i lumtur nëse fitonte Struga. Ata e kanë fatin të ishin finale, se nëse do ishim ne do ishte sigur që do fitoshim kundër ekipit tjetër, pasi ata ku i kapim i mundim. Sigur? Sigur. Tregojnë statistikat ku i kena kapi, kena mund, po besoj edhe Struga do ja dali të fitoj, të dali fitimtare, edhe të shkoj edhe në Europë. Kishte urime nga Struga, nga bashkëtarët? Pa, nga bashkëtarët, nga kryesia e klubit, nga çdo njeri, çdo person e ekipit Strugës kanë urrë të drejtën, i falenderoj shumë. Si ja kam urrë dhe unë atyre kur kanë dalë, respekti reciprok. Anes, si eshe finale në Vardar Struga? Me të thonë drejtën, do bëj tifo për Struga. Dhe Struga ka një ekip shumë cilësor me letarët që ka. Dhe mendoj edhe radhitin e tabel Struga duhet të jetë në vendin, mas fakti në vendin e Rabotnickit. Por kjo në kup mendoj që Struga meriton dhe inshallah një vend e kap një vend në Evropë. Faton, për Struga është viti 10 që nga themelimi dhe kërkojnë trofeun që ta kurorëzojnë këtë jubilej me një trofej. Si eshe finalen Vardar Struga? Uroj që ta marrin, realisht nga ajo që kemi parë gjatë gjithë sezonit dhe nga e kaluara, Struga me gjithë parametrat është më lartë në këtë moment se skuadra e Vardarit. Vardari ka një pranverë shumë të mirë në aspekt të rezultateve, skuadra e vetme që i ka mundur është kampioni i ri i kësaj kampanje, Shkëndija, dhe prandaj tregohet që është më i miri. Ka një fitore në Strugë, skuadra Vardarit, që të gjithëve na befasoj, dhe këtu duhet Struga të jetë e kujdesshme, por po dole në fush me parametrat që kanë, unë skuadrën e Strugës e shoh më lartë. Natyrisht gjithmonë duke kujtuar që një finale sjell shumë emocion, sjell çdo moment, një moment shkëlqimi, ka emocionet, ka peshën e vet dhe aty gjithmonë para kohë është e pafalendrueshme të prognozosh, por duke parë përbërjen që ka skuadër, po të marrësh edhe 1-1 lojtarët, për mendimin tim, Struga është një favorit më i lehtë dhe po që secili ngjerë si duhet fitoj trofeun. Për fund, pasi jemi në minutat e fundit të emisionit, Champions League kemi një finale Inter PSG, me kë është Cake? Me Parisin. Pse? Ne tifos të Barcelonës gjithë jemi me Paris. Unë jam tifos me Barcelona. Unë jam anti-Barcelona, anti-Inter. Se jam Mila Real, them drejtën. E vetëm kur kam mbështet Interi ka qenë ndeshja me Barcelonën, kaloj tash jam me Parisin. Tani me Parisin. Parisin. Po pse nuk e mendon ti që një ekip si Interi që eliminon një Barcelonë kaq të fuqishme dhe mos ta fitoj titullin? Mund të eliminoj 10 Barcelona, po prapë se do si ekip. Është si një ekip ligën e Maqedonisë, kurse do se do. Po si ka mundësi kështu? Se do më Interin, valla. Që u bë të të bëj pyetje në mision. Shumë se do Interin. Anes ti? Shiko, unë jam anti-Barcelona, kurse për këtë finale e Champions League-s do bëj tifo për Interin. Mënyra se që shlum, pasioni, që kanë ato letarë, më pëlqen dhe kështu që do bëj tifo. Pëlqen, sa Qerbi shenoj gol në mbrojtësi 37 vjeçar. Po. Faton? Mendoj që është koha të fitoj Paris Saint-Germaini, Luis Enrique anash batuta dhe shakat Barcelona, Interi, Reali. Ka bërë një skuadër shumë kompakte, mënyra se si luan, eliminoi Liverpoolin, po luan me lojtar cilësor pas largimit të Messit dhe Neymarit, kaloi dora dhe Ibrahimovicit dhe të tjerë, mendua që po merr të poshtzën, por një punë e shkëlqyeshme që besoj ka ardhur koha Paris Saint-Germainit të fitojë gjithë atë investimin që ka bërë ta kurorëzojë me një titull në Champions League. Ki folur të avam si një Katalonës. Tash është mendimi yt, mos të përzihem aty. Çfarë ka qapur? Ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit Java Sportive, që ndajtët kohë për të qenë pas titullit, pas e dim që të gjithë jeni lirë dhe ndajtët kohë që të vini në emisionit Java Sportive. Faleminderit ju për ftesën. Jemi shumë të nderuar që kemi ardhur këtu si kampion. Edhe ju falenderoj për ftesën. Shpresojmë që ju kemi si kampion edhe herave tjera. Do mësoni ta shihni Shkëndijën si kampione nga vazhdimit.
Shumë falenderit për ftesën, për mu kjo ishte emisioni i parë në televiziv. Si kalove? Kalova pak mirë, pak pata, me të thënë drejtën, pak pata stres, sepse faton ti nuk më informove ma herët, po, dhe pak ndodhe pak si shpejt, por besoj që kam dalë mirë, si me ndonë. Për mua ishe një debutues fantastik. Të gjithë debutuesit që i kam pasur në emision nuk kanë qenë kështu. Po mirë, s'kemi punuar me ty për të qenë kështu? Po, me rita t'i ka dhe faton. Më pa dilin ke ardhë. Ta shikë kur të dalë shku, kujdes. Po, ki drejt këtë. Aziz, unë ta them një gjë. Të falenderoj televizionin Shenja, ty, redaksionin e sport dhe gjithë qirët për hapësirën që gjithmonë i jep një shkëndijë dhe që jeni një dritare e jona. Natyrisht shumë i lumtur për të ndarë si kampion këtë studio me Caken dhe me Meliçin. Më vjen mirë që debutoi dhe e bëri shumë mirë dhe kam inkurajuar ta bënte kështu. Ajo që dua të të them ty, mbaj mend këtë, ashtu siç unë e ndaj një emision me Elif Elmazin, po në këtë studio, po me një verzion tjetër, dhe sot e dim është fituese edhe i Series A italiane me Napolin. Mbaj mend që ti do krenohesh me këtë djalë dhe ai do krenohet dhe dy gjithmonë se ku ka filluar. Falenderoj. Shikues të nderuar, kjo ishte gjitha, ne do të shihemi sërish të hënën e ardhshme.